Begatit e dimrit në Islam. Shumë njerëz mendojnë se kur vjen dimri, vijnë vetëm problemet, rrugët e mbushura me të borë, ngricat e rënda, ftohjet dhe netat e mërzitshme të gjata të dimrit. Kështu dimrin e shikon njeriu i zakonshëm, i cili nuk është i vetëdijshëm për mirësitë e Allahut që dimri u sjell njerëzve. Gjithashtu duhet theksojmë se përfitimet e dimrit nuk pasqyrohen thjesht në skijim apo në shkatrimin e baktereve të dëmshme në ajër, por këto begati kryesisht reflektojnë në imanin dhe në ibadetin tonë. Në dimër, ne shumë lehtë mund të arrijmë një numër i madh i sevapeve, duke bërë ibadete të caktuara, të cilat është shumë më vështirë të praktikohen në ndonjë stin tjetër. Për këtë arsye pejgamberi alayhis salam dimrin e ka quajtur fitimi i lehtë. Transmeton Amir ibn Mesudi radiallahu anhu se pejgamberi alayhis salam ka thënë: agjërimi gjatë dimrit është fitimi i lehtë. Kurse Ebu Hurajre radiallahu anhu në një rast u ka thënë shokëve të tij: a doni t'ju udhëzoj për një fitim të lehtë? Ata u përgjigjen: duam. Atëherë Ebu Hurajre radiallahu anhu tha: agjërimi gjatë dimrit është fitimi i lehtë. Pra shkurtësia e ditës në dimër i ofron besimtarit begati të papërshkrueshme nëse ditët në dimër i kalon në agjërim. Nëse nuk mund të agjërosh çdo të dytën ditë si agjërimi i Davudit alayhis salam, atëherë agjëro të hënën dhe të njëjtën. Nëse edhe kjo është e vështirë, atëherë mund të agjërosh ditët e bardha, e ato janë dita e 13, 14 dhe 15 e çdo muaji hijri. Po nëse edhe kjo është e komplikuar, atëherë të agjërohen nga 3 ditë në çdo muaj. Sepse pejgamberi alayhis salam ka thënë: kush agjëron nga 3 ditë në çdo muaj, është si të ketë agjëruar gjithë vitin. Gjithashtu në një hadith hasan thuhet se pejgamberi alayhis salam ka thënë: dimri është pranverë për besimtarin. Netët e gjata shfrytëzohen për namaz, kurse ditët e shkurtra për ajirim. Duke komentuar këto fjalë të pejgamberit alayhis salam, Ibn Rexhebi ka thënë: dimri është pranverë për besimtarin, sepse ofron një kopësht me shumë lloje të veprave të mira dhe ibadeteve, të cilat është lehtë për t'u përmbushur. Sesa i janë gëzuar shokët e pejgamberit alayhis salam marrjes së dimrit, më së miri na tregon transmetimin në të cilin thuhet se Ibn Mesudi radiallahu anhu kur vinte dimri thoshte: mirë se na vjen o dimër, në ty ka përfitime të mëdha. Netët janë të gjata për namaz dhe ditët janë të shkurtra për agjërim. Hasan el Basriu, Zoti e mëshiroft, ka thënë: dimri është stina më e mirë e vitit për besimtarin. Netët janë të gjata për namaz, kurse ditët të shkurtra për agjërim. Gjithashtu në transmetim thuhet se Ubejdi ibn Umeri, kur vinte dimri, u thoshte njerëzve: o lexues të Kuranit, nata është zgjatur për lexim të Kuranit, andaj lexoni, kurse dita u është shkurtuar për agjërim, andaj agjëroni. Nga transmetimet e mësipërme dhe nga fjalët e brezave të nderuar, vim në përfundimin se dimri me vete sjell përfitime të mëdha për besimtarin, i cili përpiqet që çdo moment të jetës së tij ta shfrytëzojë në përulje dhe në nënshtrimin e bindjes sa më të madhe ndaj Allahut plotfuqishëm. Për fat të keq, Zoti janë të rrallë shembujt e njerëzve të cilët begatit e dimrit, ditët e shkurtra dhe netët e gjata i shfrytëzojnë në mënyrën e duhur. Një numër i madh gjatësinë e natës së dimrit e shfrytëzojnë duke luajtur me telefona apo duke parë filma dhe për zbavitje të tjera deri në agim, kurse shkurtësinë e ditëve e përdorin për të fjetur në vend të agjërimit. I lutemi Allahut të Madhërisëm që të na jap fuqi dhe ta shfrytëzojmë çdo mundësi të ofruar që na afron te Krijuesi i lartësuar. Të jemi prej atyre që do të shfrytëzojnë këto begati të dimrit dhe kështu ta fitojmë dashurinë e Allahut. Dhe le të kemi në mendje gjithmonë fjalët e Yahya ibn Muadhit kur thotë: nata është e gjatë, andaj mos e shkurto duke fjetur, kurse Islami është i pastër, andaj mos e përlyej me sjelljen tënde.